Erneta, të përshëndes, çfarë pritet të vendoset në mbledhjen e sotme të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese? Gjatë ditës së sotme Gjykata Kushtetuese ka një agjendë të ngjeshur në rendin e saj, por megjithatë ajo do ta nisë pikërisht me mbledhjen e kolegjit për të shqyrtuar padinë e kryeministrit Edi Rama sa i përket masës së pezullimit vendosur nga gjykata e posaçme ndaj numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Ajo që pritet të vendoset dhe janë 3 alternativat mundshme në këtë fazë, që është e para që ta pranoj padinë e kryeministrit, e dyta ta rrëzojë atë dhe e treta nëse do të ketë një ndarje votash sa i përket 2 vendimarrjeve të para, atëherë alternativa e tretë është ajo e kalimit në seancë plenare të çështjes të padisë së kryeministrit Edi Rama, i cili ka quajtur antikushtetues vendosjen e pezullimit nga GKK-ja për Belinda Balluku, duke interpretuar gjithashtu se përmes atij vendimi nuk respektohet pavarësia dhe ndarja e institucioneve, duke thënë që shkarkimi dhe emërimi është kompetencë e kryeministrit për ta emëruar, më pas e kuvendit për ta votuar dhe presidentit që bën dekretimin e fundit sa i përket kabinetit qeveritar. Ajo që presim ditën e sotme, pra në këtë mbledhje e cila nis në orën 10 mes 3 gjyqtarëve të cilët i kanë marrë në dorë çështjen, që është Sander Beci, i cili është relator dhe ka përgatitur gjithë dokumentacionin e kësaj çështje, dhe gjyqtarët Sonila Bejtja dhe gjithashtu Marsida Xhaferdari. Të shohim nëse do ta pranojnë, nuk do ta pranojnë, apo mes 3 gjyqtarëve do ketë një ndarje votash, çka do të thotë që do të jetë më pas në një seancë tjetër, që duhet të jetë mbledhja e gjithë trupës së gjyqtarëve kushtetues për të marrë më pas një vendim. Për të theksuar është gjithashtu që kryeministri Edi Rama në padinë e tij dorëzuar në gjykatë kushtetuese ka kërkuar gjithashtu dhe gjithmonë kur ka kërkesa për heqje pezullimesh, në çdo rast merret në shqyrtim përpara se të shkohet në shqyrtim në themel të çështjes. Pritet shikojmë nëse do të shkojmë edhe gjatë ditës së sotme drejt këtij skenari, pra të kemi një mbledhje gjyqtarësh dhe përpasoj një mundësi e rritur për të shqyrtuar edhe specifikisht kërkesën e kryeministrit Edi Rama për të hequr pezullimin për zëvendës kryeministrin, pasi siç e ka thënë edhe ai këto gjatë këtyre ditëve cënohet veprimtaria e Këshillit të Ministrave, pasi sipas tij përveç se një zëvendës kryeministër, përveç se në një këshill ministrash nuk mund të firmosen akte përveç firmës së kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit, janë dhe kompetencat të ministrit të cilat nuk mund të kalojnë në tek një zëvendës ministër, çka sipas tij cënon edhe veprimtarinë e vetë ministrisë, por edhe Këshillin e Ministrave. Mirë, Erneta, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.